ditë më shumë që ti përmend zgjedhjet e parakohshme në Serbi, po pa caktuar ndonjë datë se kur do të mund të mbahen ato. Pra janë edhe deklarata për konsum të brendshëm politik, për të luajtur në një farë formë edhe me ndjenjat nacionaliste, ku Vučić llogarit se do të ketë vota për partinë e tij, edhe pse në disa raste ai deklaron se më nuk do të kandidoj në zgjedhjet e ardhshme në Serbi, megjithatë nuk është shumë për t'y besuar, pasi që ne po shohim se rajoni i Ballkanit tashmë kemi lider autokratë të cilët jo lehtësisht lënë pushtetin e aq më pak me procese zgjedhore, kur dihet shumë qarta proceset zgjedhore në Ballkanin në përgjithësi janë procese që manipulohen shumë lehtë dhe ata që janë në pushtet kanë edhe një favor. Pra nuk mund të shohim një garë të barabartë në një proces të barabartë të zgjedhjeve dhe gjitha këto deklarata të presidentit Vučić bëhen edhe për këtë arsye, pra arsye që të ketë një lloj avantazhi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që priten të bëhen në Serbi, pritet qershori ose shtatori i këtij vitit, megjithatë akoma nuk është caktuar ndonjë datë. Por them edhe një herë, narrativa serbe, narrativa nacionaliste në raport me Kosovën do të vazhdojë derisa, siç e tham edhe më parë, nuk ka një trisni të vendosur nga Bashkimi Evropian, por nga perëndimi në përgjithësi që Serbisë t'i bëhet shumë e qartë në raport me Kosovën, se duhet t'i normalizojë marrëdhëniet si dy shtetet fqinje për të vazhduar procesin e saj drejt integrimeve në Bashkimin Evropian, por edhe për të pasur një respekt të saj në arenën ndërkombëtare. E qartë. Zonë Ziri, ndërkaq do të rikthehesha pak tek Tribunali i Hagës. Prej vitesh procesi në dhomat e specializuara ka ngritur pikpyetje mbi balancën e drejtësisë ndërkombëtare dhe shumë në Kosovë këtë e shohin si një gjykatë që trajton vetëm njërin palë të konfliktit. Pse drejtësia ndërkombëtare duket e përqendruar tashmë vetëm tek ish-pjesëtarët e UÇK-s, ndërsa krimet e kryera nga forcat serbe trajtohen në procese të tjera ose ndoshta edhe me intensitet më të ulët? Them drejtën, unë jam i prirë për të respektuar institucionet e drejtësisë dhe qoftë kjo edhe gjykata speciale e Kosovës në Hagë. Do të rikujtoj juve dhe gjithë teleshikuesve tuaj se ishte Kuvendi i Kosovës që themeloi një gjykatë të tillë, pra gjykatën speciale apo siç njihet edhe dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, dhe kjo është bërë për shkak se Kosova ishte në një farë forme e pamur se në objektivin që nuk ka një sistem të drejtësisë, një sistem që bazohet mbi vlerat, ligjin dhe drejtësinë, dhe për ata ndodhi edhe gjykata speciale në Hagë. Sa i përket zhvillimeve të fundit, unë shoh se dënimi që prokuria kërkoi prej 45 viteve për secilin nga të akuzuarit në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë, unë shoh vetëm një përpjekje të prokurisë për të bërë presion ndaj gjykatës, ndaj gjykatësve, që ata të marrin një vendim dënues për ish 4 udhëheqëse apo liderëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me sa ka mund ta përcjell, unë kam parë që prokuria ka dështuar që ti argumentoj kërkesat e saja, që ti argumentoj pretendimet për krime të llahtarshme, gjëra të llahtarshme që kanë kryer këta persona, pra liderët ish liderët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe në fund unë dua të them se shpresoj në bazë të asaj që është zhvilluar deri më tani në këtë gjykatë që
të 4 liderët do të shpallën të pafajshëm, pasi që po e thënë edhe njerë, nga ajo që është prezentuar në publik, pasi jo rrallë herë ka pas edhe seanca të mbyllura ku ne si publik apo si përcjellës të këtyre ngjarjeve nuk kemi mundur të informohemi se çfarë po zhvillohet në raport me atë çfarë kanë dëshmuar dëshmitarët e mbrojtur, por në pjesën e fundit, në fjalën përfundimtare të prokurorisë, e cila ka kërkuar këtë dënim drakonik për ish-liderët e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, shohim që mungesë për të argumentuar e faktuar pretendimet e prokurorisë, ajo ka kërkuar një dënim aq lartë sa që nuk parashihet as me ligjet e aplikueshme, qoftë ato të ish Jugosllavisë, her pas here kjo gjykat është dhënë, por edhe me ligjet tani të aplikueshme në Kosovë nuk parashihen dënime prej 45 viteve. Dënimi më i lartë mund të jetë 15 deri në 20 vjet, por jo edhe në 45 vjet. Pra e shoh vetëm si një lloj presioni ndaj gjykatës, ndaj gjykatësve, që përfundimi apo epilogu i këtij procesi të jetë në favor të prokurorisë. E qartë, mirë, zotëria Azeri, për ta mbyllur, ndërkaq pyetja e fundit, vendimi i ardhshëm nuk do të jetë vetëm juridik, por sigurisht edhe politik në ndikim. Mendoni se Haga është e vetëdijshme për peshën historike dhe shoqërore të këtij vendimi që do të mund të japë dhe përbesojet që mund të ketë në stabilitetin e brendshëm të Kosovës? Natyrisht Haga e ka këtë është e vëmendshme për gjithë se cili do të jetë epilogu dhe i këtij procesi dhe sa do të ndikojë ai në raport, qoftë me stabilitetin e brendshëm në Kosovë, por qoftë edhe me imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, unë pres që ky proces të përfundojë në favor të 4 liderëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës dhe Kosova të mos dalë dëmtuar nga ky proces, qoftë në aspektin e brendshëm, qoftë edhe për imazhin e saj ndërkombëtar dhe për proceset eurointegruese të saj, siç është antarësimi në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara, që një dënim që do të mund të vinte për këtë katërshe, atëherë do të vështirësonte patjetër proceset eurointegruese të Kosovës në blok, në NATO dhe më vonë në Organizatën e Kombeve Bashkuara, por që do të jetë edhe një faktor destabilizues edhe në aspektin e brendshëm, pasi që askush nuk do të mund të parashitet se çfarë do të ndodhë tani me Kosovën, qoftë po e përsëris edhe një herë në arenën ndërkombëtare, qoftë edhe në aspektin e brendshëm të saj, ku do të kishte mjaft vështirësi në funksionimin e saj. E qartë, mirë, zotëria Azeri, kemi arritur në fund.